E gjithë universi i shahut përbëhet nga një tabel shahu me 64 katror të zinj dhe të bardhë. Kur ulesh për të luajtur, vendos tabelën e shahut që secili lojtar të ketë një katror të errët në këndin e poshtë majtas. Kolonat që shkojnë lart e poshtë janë të shënuara me shkronja nga ANH dhe rreshtat horizontal janë të numëruar nga 1 deri në 8. Kjo ndihmon për të mbajtur mend lëvizjet e tua. Kështu, nëse është e nevojshme, mund të kthehesh pas për të parë nëse ke bërë ndonjë gabim të madh. Në total ka 32 figura, 16 për secilën anë. Nëse luan me figurat e bardha, ti fillon i pari. Qëllimi i lojës është të zësh mbretin e kundërshtarit në një pozicion nga i cili nuk mund të shpëtojë. Kjo quhet shahmat. Po, duket mjaft e thjeshtë, por së pari duhet të arrish tek ai. Kjo është diçka që këta nënshtetas besnik nuk do të lejojnë ta bësh lehtë. Ata do të përpiqen të mbrojnë mbretin e tyre dhe të sulmojnë tëndin, ndërkohë që do të përpiqen të kapin sa më shumë figura të tua. Kapja do të thotë që figura e kundërshtarit vendoset në tënden. Nëse kjo ndodh, figura jote del jashtë loje, përfunduar, miru pafshim, përshëndetje. Pra, ulu përballë një shoku dhe zgjon neuronet e tua. Është koha të njohësh ekipin. Atëherë le të fillojmë me ushtarët. Ka 8 ushtarë përpara, kështu që me shumë gjasa do të humbasësh disa prej tyre në fillim të lojës. Jo të gjithë njëherësh, sigurisht, por dikush duhet të fillojë për të sfiduar lojtarin tjetër të bëjë lëvizje të guximshme. Por mos i sakrifiko pa menduar mirë. Ata mund të jenë shumë të dobishëm për të bllokuar rrugët dhe madje mund të mbrojnë mbretin tënd në fund të lojës. Dhe mos u shqetëso shumë kur fillon të humbasësh figura. Edhe ti do të kapësh shumë figura, kështu funksionon shahu. Ushtarët janë të vetmet figura që nuk mund të lëvizin mbrapa. Ata mund të lëvizin vetëm përpara një katror ose 2 katror nëse është lëvizja e tyre e parë në lojë. Megjithatë, mos lejo që të ngatërojnë. Këta djem të zgjuar mund të arrijnë të kapin edhe figurat më të forta nëse i luan mirë. Kur një ushtar kap një figurë të kundërshtarit, ai e bën këtë duke lëvizur me zgjuarsi në mënyrë diagonale, në vend që të lëviz vetëm përpara. Për më tepër, nëse ushtari yt arrin në anën tjetër të fushës, mund ta zëvendësosh me çdo figurë tjetër. Por, të arrish deri atje nuk është edhe aq e lehtë. 2 kulla qëndrojnë në secilin cep. Ato janë mjaft të qeta dhe mund të lëvizin pak më shumë se ushtarët. Ato mund të shkojnë përpara, mbrapa dhe anash. Por vetëm nëse asgjë nuk u pengon rrugën. Kullat nuk mund të kërcejnë, por nëse kundërshtari lë ndonjë figurë që u bllokon rrugën. Bam! Dikur këto figura dukeshin më shumë si qere. E shihni pse. Menjëherë pranë kullave janë kuajt, ose siç u pëlqen të quhen, kalorësit. Ata lëvizin në formë lije në çdo drejtim që duan, 2 hapa, në një drejtim dhe 1 hap në tjetrin. Janë të vetmit që mund të kërcejnë mbi figurat e tjera, qofshin të tuat apo të kundërshtarit. Nuk mund të ndalojnë në një katror nëse aty ke tashmë një figurë tënde. Por nëse kundërshtari lë ndonjë të vetën të pambrojtur, bam përsëri. Pas kalorësve të guximshëm dhe të gjallë, vinë peshkopët. Ata qëndrojnë në secilën anë të mbretëreshës dhe mbretit, gati të bëjnë gjithçka për t'i mbrojtur. Oficerët lëvizin diagonalisht në çdo drejtim të hapur. Njëri lëviz vetëm në katrorët e zinj, tjetri vetëm në të bardhët. Dhe tani figura që ke pritur, madhëria e saj, mbretëresha. Mbretëresha e bardhë fillon në një katror të bardhë dhe ajo e zezë në një katror të errët. Ajo është figura më e fuqishme në tabel, me fuqinë e kombinuar të një kulle dhe një oficeri. Por, si gjithmonë, të kesh shumë fuqi do të thollë që të gjithë duan të kapin. Ajo është në krye të listës së të kërkuarve nga kundërshtari yt. Nëse ai arrin të kapë mbretëreshën tënde, do ta ketë shumë më të lehtë të synojë mbretin e fuqishëm, dhe pastaj, fundi është afër. Mbretërit mund të lëvizin një katror në çdo kohë, si ushtarët, por ata mund të lëvizin në çdo drejtim, madje edhe diagonalisht. Edhe ata kapin figura, por është shumë më ndërlikuar. E mban mend atë gjën e shahmatit për të cilën folëm në fillim? Kur një nga figurat e kundërshtarit është në një pozicion ku mund të kapë mbretin, kjo quhet shah.
dhe pastaj të mbeten vetëm 2 mundësi. Të përdorësh një nga figurat e tua për të kapur figurën që kërcënon mbretin tënd, ta lëvizësh mbretin për ta nxjerrë nga rreziku ose të lëvizësh një nga figurat e tua përpara mbretit për ta mbrojtur atë. Pasi madhëria e tij të jetë në shah dhe ti nuk mund të bësh asnjë nga këto opsione, loja mbaron. Kjo është shahmat. Mund të arrëzosh mbretin tënd nëse do të jesh më teatral. Një mënyrë për të shmangur problemet në fillim të lojës është të bësh një lëvizje që quhet rokad. Nëse ke hapësirë të lirë mes skullës dhe mbretit tënd, mund t'i bësh të ndërrojnë vendet në një mënyrë. E lëviz mbretin 2-4 orë drejt kullës dhe kulla lëviz, menjëherë përpara tij. Kjo është hera e vetme kur është e mundur të lëvizësh 2 figura njëkohësisht. Rokada mund të bëhet si në të majt ashtu edhe në të djathtë. Mund ta bësh vetëm nëse nuk i ke lëvizur ende këto figura. Dhe për sa kohë nuk ke qenë në shah nga ndonjë figurë e kundërshtarit. Pata është një situatë që ndodh rrallë, por është mirë ta dish. Thjesht do të thotë që nuk mund të bësh asnjë lëvizje me figurat e tua. Mbreti yt nuk mund të lëviz askund, por është i sigurt aty ku është. Nuk është në shah. Nëse kjo ndodh, askush nuk fiton dhe është njësoj si ta quash barazim. Merr disa sekonda për të provuar të kuptosh si do të dukej kjo situatë. Një tjetër situatë ku askush nuk fiton është nëse loja përfundon në barazim. Kjo zakonisht ndodh kur ti dhe kundërshtari yt keni mbetur vetëm me mbretërit dhe ndiqni njëri tjetrin pafund rreth tabelës. Ndoshta është koha të filloni një lojë të re. Por hey, nëse arrin deri aty, me siguri nuk je më fillestar. Dhe tani, për t'ju përgjigjur pyetjes që të gjithë kanë pritur. Çfarë është kjo gambiti i mbretëreshës për të cilën flasin të gjithë? Është thjesht një nga lëvizjet më të vjetra të hapjes në historinë e shahut. Përbëhet nga 3 lëvizje të thjeshta. Pra, pioni i bardh lëviz në D4, pioni i zi shkon në D5, dhe një tjetër pioni i bardh lëviz në SA4. Mbretëresha jote tani është më e ekspozuar dhe ka shumë gjasa që të humbasësh pionin në SA4. Por, ka një avantazh të madh. Ti merr kontrollin e qendrës së tabelës. Nëse je një lojtar më aktiv që të pëlqen të marrësh iniciativën, provoje. Tani, merr pak kohë për të ushtruar me disa variante të gambitit të mbretëreshës. Dhe shiko çfarë lëvizjesh mund të bëje nëse do të luaje me të bardhat ose të zezat. Avantazhi i të luajturit vetëm është se gjithmonë do të fitosh. Shkëlqyeshëm, por gjithashtu do të humbasësh çdo herë. Një lojë e mirë shahu ka 3 faza kryesore. Hapja. Çdo lojtar dërgon zbuluesit e tij në tabelë, duke u përpjekur të ndërtojë një strategji dhe të kuptojë çfarë lloji lojtari ka përballë. Faza e dytë fillon kur lojtarët nisin të ndjekin njëri tjetrin dhe të kapin figura gjithnjë e më të fuqishme. Faza e tretë është faza përfundimtare, momenti kritik. Në tabel kanë mbetur shumë më pak figura, zakonisht, më pak se gjysma, dhe mbreti fillon të lëviz shumë më tepër. Qëllimi nuk është vetëm të vendosësh sharmat mbretin, por edhe të kapësh sa më shumë figura të kundërshtarit, që rruga jote drejt mbretit të jetë sa më e pastër. Sa më të lëvizshme të jenë figurat e tua, aq më të fuqishme janë ato. Por kini kujdes, lojtarët e mirë pëlqejnë të vendosin kurthe ku mund të biesh. Mund të lënë një figurë të vetme diku. Dhe kur ti e kap me mbretëreshën tënde, ata thjesht qeshin dhe kapin tënden. Prandaj shahu është kaq i popularizuar dhe kaq sfidues. Duhet të planifikosh rrugën tënde drejt fitores, por edhe të përpiqesh të parashikosh strategjinë e lojtarit tjetër. Çfarë ushtrimi për truin? Atëherë, je gati të fton një shok për një lojë dhe ti tregosh çfarë ke mësuar? Shumë bukur.